Por të dytën ditë radha zimira persona u mblodhën këto të enjte në sheshin Shën Pjetër të Vatikanit për të kryer homazhet e tyre në nder të Papa Franceskut, arkivoli me trupin e pajetët të cilit është vendosur në bazilikën me të njëjtin emër. Deri mëngjesin e sotëm 48.600 pelegrinë, të cilët pritën edhe 4 orë në radhë, arritën të shihnin për të fundit herë atin e shenjtë që ndroi jetë të hënë në moshën 88 vjeçare. Trupi pajeti Papës së Popullit, i cili përgjatë 12 viteve në krye të Kishës Katolike i doli në krah shtresave, më të marginalizuara të shoqërisë, do të përcillet të shtunën për në banesën e fundit. Udhëheqësi shpirtëror i 1.4 miliard katolikëve do të prehet në kishën e tij të preferuar, Bazilikën Santa Maria Maggiore të Romës, duke u bërë kështu i pari pap në 100 vitet e fundit që varroset jashtë Vatikanit. Para kësaj, për to do të mbahet një ceremoni funebre në sheshin Shën Pjetër, ku pritet të marrin pjesë qindra mijëra besimtarë si dhe krerë shtetesh dhe qeverish nga vende të ndryshme të botës.